ka raste që vertigu, marramendja për shkak të një tensioni për shkakun ka bërë që personi të rrëzohet, të dëmtohet, të vritet dhe të ketë pasoja të tjera, qoftë edhe fatale, se varet edhe si rrëzohet. Po, pra një hipotension, po ky më shumë është metabolik, funksionin organizëm i mëlçisë, i zemrës, i pankrasit e kështu, nuk është në lartësinë e duhur. Pra mund të na ulet, mund të kemi një hipotension, po mund të kemi edhe një hipoglicemi. Kuptohet, nuk ka dhimbje të forta koke, nuk ka marramendje nga koka, por ai si thua është kështu i driten këmbë dhe sikur fiket në vend. Pra presioni i gjakut nuk e mban dot trupin në ekuilibër. Trupin në këmbë, se mban dot në këmbë. Bie presioni, njeriu shtrihet. Pra kemi një hipotension dhe tensioni, po e quajmë është 90 me 60, ose edhe më poshtë. 9 me 6. Njeriu është i këputur dhe i mbuluar, si thua, dhe me djesht ftohta, ka pafuqishmëri. Atëherë, shpejt e shpejt, dhallë dhe krip. Kjo na shton elektrolitët, natrium dhe klor. Po natriumi është ai që na përshpejton qarkullimin e gjakut. U rrit tensioni. Ky do të na mbaj tensionin e ngritur, por nuk e mban për një kohë të gjatë. Kush na e mban për një kohë të gjatë dhe të fuqizoj muskulaturën e zemrës? Është sherebela, është edhe murrizi. Atëre, neve marrim dhe bëjmë çajin. Sherebel, rozmarin, murriz lule, ginkgo biloba. Këto i marrim nga pak, mund t'i zjem në gjysmë kile ujë ose edhe pak më tepër dhe pim 2 deri në 3 gota në ditë. Edhe ai çaj parë përdoret 2 deri në 3 gota në ditë. Kjo e mban tensionin në nivelin e duhur, pra ata që e vuajnë tensionin në nivelin e duhur. Për shembull, mund të vej 110 me 80, 110 me 75. Që është në kushtet optimale më të mira. Optimale, mund të vej 120 me 80, 130 me 85. Atëherë, si thua, ka kohë njeriu që të shkojë të bëjë një ekzaminim tek mjeku. Ka njerëz doktor që e kanë, kështu e kam tensionin tim, ajo është veçori e tij fiziologjike. Ai nuk duhet shqetësohet për atë dhe shqyqyr që e ka të ulur tensionin. Është më pak i rrezikshëm. Po, është më pak i kërcënuar nga ndonjë sëmundje e arterieve, për shembull. Po.